Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim lajmet në televizionin 4+. Sot, 597 maturantët e Bashkisë Lushnjë zhvilluan provimin me zgjedhje që mbyll zyrtarisht maturën shtetërore 2025. Teza e provimit përsëri doli në rrjetet sociale. 597 maturantë të Bashkisë Lushnjë zhvilluan sot provimin e fundit të maturës shtetërore 2025. Provimi në një lëndë të zgjedhur në varësi të profilit të ndjekur gjatë shkollës së mesme. Testimi nisi në orën 10 në 4 shkolla, ku janë zhvilluar edhe provimet e mëparshme të maturës shtetërore, gjuhë huaj, gjuhë shqipe dhe matematik. Në shkolla 18 Tetori, Skënderli Bohova, 4 dëshmorët dhe Vath Korreshi. Provimi zgjati 2 orë 30 minuta dhe nxënësit u paraqitën në orën 8 vetëm me kartë identiteti dhe stilolaps në dorë. Lëndët e përfshira në këtë provim ishin të ndarë në disa fusha: shkencat e natyrës, kimi, fizik, biologji, shkencat shoqërore që përfshinin histori, gjeografi, qytetari dhe psikologji, filozofi, sociologji, si dhe ekonomia dhe artet që përfshin ekonomi, histori arti, histori muzike, histori baleti. 27.000 maturantëve në të gjithë vendin ju është ndaluar rreptësisht mbajtja e telefonave apo orëve inteligjente dhe çdo pajisje tjetër teknologjike gjatë testimit. Testi u plotësua me stilolaps me një ngjyrë të vetme dhe maturantët firmosën në momentin e marrjes dhe dorëzimit të testit. Maturantët nuk u lejuan që të largoheshin nga salla e provimit para orës 12:30. Për korrigjimin e testeve janë angazhuar mbi 640 mësues, ndërsa vetë procesi hartimit, administrimit dhe vlerësimit është mbikëqyrur nga qendra e shërbimeve arsimore. Ministria e Arsimit këtë vit realizoi edhe teste të personalizuara për nxënësit me aftësi ndryshe. Edhe në këtë provim, u publikuan tezat e lëndëve me zgjedhje në rrjetet sociale. Ndërkohë me provimin me zgjedhje, matura shtetërore 2025 konsiderohet zyrtarisht e mbyllur. Festivali folklorik tipologjik i Vallës Burimore me 16 grupe pjesëmarrëse për 2 ditë në Lushnjë do të shpalos trashëgimin kulturore të trevave shqiptare. Ka çelur si pari në edicionit 13 i Festivalit Folklorik Tipologjik i Vallës Burimore në Lushnjë për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore të trevave shqiptare. 16 grupe folklorike nga të gjitha trevat e Shqipërisë që marrin pjesë në festival mbajtën një paradë në rrugët e qytetit. Atmosfera e veçantë u kthye në një fest nga grupi këngëve dhe vallave të Qendrës Kulturore Lushnjë, të cilët mirëpritën artistët. Kryetarja e Bashkisë Eriselda Sefa u uroi suksese grupeve pjesëmarrëse. Jam shumë e lumtur që këtë traditën e bukur të festivalit ne të vazhdojmë për të ditësh eventin në 13 dhe paketi që nuk është thjesht një event artistik, por është një udhëtim i gjallë në rrugët tona kulturore, përmes tingujt të instrumentave të ndryshme, përmes vallave të cilat ne luajmë në shokuj, por patjetër dhe përmes kostumeve të artistë fantastike, të cilat paraqesin historikun e secilës nga trevat tona, ne arrim të luajmë dhe të mbajmë identitetin tonë kulturor. Dhe patjetër që Bashkia e Lushnjës do të vazhdojë të mbështetë, sepse për ne është shumë e rëndësishme që të luajmë rëndët e të parë dhe të luajmë folklin tonë. 8 grupe performuan në natën e parë dhe 8 të tjera do të konkurrojnë në natën e dytë, ku do të ndahen edhe çmimet nga një juri e specializuar. Drejtori artistik i festivalit, zoti Niko Kotherja, foli për festivalin si një event që ruan traditat, kostumografinë dhe vallën burimore të trevave shqiptare. Është shumë e rëndësishme që jo vetëm të tekstojmë të ky edicionin 13, dhe vetëm edicionin 13, por kjo nuk do të statistik. Pasi çdo edicion dhe çdo mundim i harxuar, nuk fakt atë pjesën e besimit dhe perspektivit që kemi në prezente, në rëndësish të shtrenjtë dhe shumë për paralelisit tanë. Të cilën dhe të huaj, dhe të shpilë në formatën të tira në vitët tona. Kështu që për të shikës të rëmbovit janë 26 vite, 25 vite, që dhe kështë një mundim për të shtim për të cilën në të skel
vlera të valës tonë popullore burimore të gjitha të universitetet. Një plan këtë që tradita nuk është ajo që të rrugën shpirin, por të mbash zgjuar në zjarë. Dhe ne jemi të pikur që këtë mundësim të avem një jetë sa më mirë të këtë një. Tetë zjarre kanë rënë në 3 ditët e fundit, kryesisht në zonat rurale që kanë djegur agrume, ullishte, magazina fermerësh dhe kanë rrezikuar banesa. Specialistët e sektorit zjarfikës Lushnjë dhe ekspertët e grupit hetimor deklarojnë se zjarret janë shkaktuar nga fermerët. Zona e Lushnjës është një ndër zonat me risk të lartë nga zjarret e shumta. Vetëm 3 ditët e fundit janë regjistruar 8 zjarre, kryesisht në zonat rurale, ku më problematike ka qenë zona e Karbunarës, ku dojgjën agrume, ullishte e magazina fermerësh, dhe zjarri rënë në Karavasta që dojgji qindra rrënj ullishte. Në konkluzionet e dala nga specialistët e sektorit zjarfikës Lushnjë, si dhe ekspertët e grupit hetimor, në të gjitha rastet, zjarret janë shkaktuar nga djegja mbeturinave bimore nga fermerët, të cilëve u del situata jashtë kontrollit. Rasti më i fundit i zjarreve është në fshatin në Rupaj, njësia administrative Krutje, ku zjarri ka dalë jashtë kontrollit dhe është dashur ndërhyrja emergjente e zjarfikësve për të shmangur djegjen e banesave, serave dhe një parku me blet. Sotir Boçi, banor në fshatin Rupaj, shprehet se zjarri ishte i qëllimshëm dhe se banesat rrezikuan të digjeshin. Vetëm sera ju është dëmtuar? Sera, 1.600 serë, 43 mullinj, ja të ka mullinj aty anës. Edhe janë 10 shtëpia, shqyrtoj që këto shtëpia pak. Të erdhi zjarri drejt banesës? Drejt banesës, hapur 5 metra. Erdhën zjarfikësit e shua? Jo, zjarfikët e këte nuk ishtë nga hynë. Patëm ujë nga shtëpia, që e pikën. Unë lënë 10 vetë atje që me zorë që e pikën. Që që dënë, zjarri që vënë vëdhe dje edhe sot. Mendon se është zjarri qëllimshëm ky sot? Po, e vëdhe dje ta. Nëse po vim nga puna, ne pam që nga makina, u tymi madh. Përgjegjësi i sektorit zjarfikës Lushnjë, Xhezmi Metushi, u bën thirrje fermerëve që të lirojnë në rrugët e zonës si dhe të mos djegin mbeturinat bujqësore, pasi jemi vetëm në fillim të stinës së nxehtë, dhe se ligji do të veprojë me gjitha shpërsinë e tij për ata që shkaktojnë zjarre. Sapo kemi përfunduar fikjen e një zjarri problematik, i cili mund të bënte dëme të mëdha, por aktualisht na u dojt një pjesë sere. Forcat zjarfikëse erdhën me shpejtësi të madhe dhe kemi shpëtuar rreth 20-30 blet dhe 3-4 familje banesa pa u djegur. Unë u bëj thirrje të gjithë banorëve, të gjithë fermerëve, të heqin gardhet nga pronat, nga tokat e tyre, sepse na pengojnë shumë gjatë lëvizjes. Kam hyrë 2-3 herë në këtë drejtim që jemi ne nga mrapa këtyre banesave për të fikur zjarrin dhe ishte e pamundur të shkojë deri në objektivin që kishim neve. Kaluam nga ana tjetër e fshatit që mundëm që të lokalizojmë zjarrin edhe ta fikim ata. Kështu që unë edhe njëherë u bëj thirrje të gjithë qytetarëve të kenë kujdes. Kaq. Zjarret, unë edhe dije që është po në këtë vend. Edhe dije kam qenë po në këtë vend. Dije kam pas 6 raste zjarri. Këtu në Karbunar, në Qerretëri, në Pirë, në Savër. Kam qenë në 6 vatra zjarri. Kjo është vatra e dytë. Digjen ambulloret edhe zjarri hapet del jashtë kontrollit. Fryn edhe erë, zakonisht zjarret ndodhin mas dite, ligji është ashpërsuar, unë mendoj se duhen marrë masa për këtë drejtim. Ndërkohë, janë ndaluar 2 persona për zjarrvënie në Lushnjë. Aksident me vdekje ndodhi sot në aksin rrugor pushimi shoferit Divjak. Makina përplasi motocikletën dhe humbi jetën drejtuesi i saj 15 vjeçar. Një aksident i rënd rrugor është regjistruar sot në aksin pushimi shoferi Divjak, ku një mjet Benz ka përplasur një motociklet. Si pasojë e përplasjes ka humbur jetën një 15 vjeçar që drejtonte motocikletën. Policia ndodhet në vendin e ngjarjes për të hetuar shkaqet e aksidentit edhe për të marrë dëshmit përkatëse. Sipas informacionit paraprak të policisë, bëhet me dije se rreth orës 12:30 në fshatin Kamenic, automjeti me drejtues shtetasin RC është përplasur me motomjetin me drejtues një shtetas 15 vjeçar. Si pasojë e përplasjes, ka ndërruar jetë 15 vjeçari.
Është shoqëruar në komisariat drejtuesi i automjetit dhe po kryen veprimet hetimore procedurale. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit. Fermerët e Divjakës janë furnizuesit kryesor të tregut vendas për bostanorët dhe perimet e stinës, çmimi të cilave është pothuajse i njëjtë me çmimin për eksport. Fermerët e Divjakës momentalisht janë furnizuesit kryesor të tregut vendas për bostanorët, shalqinin dhe pjeprin, si dhe qep e patate. Sot në mesditë në tregun e lirë të frutave e perimeve në Divjak, 1 kg shalqi e cilësisë së parë tregtohet me 20 deri në 22 lekë të reja. 1 kg pjepër 50 deri në 60 lekë të reja dhe 1 kg qep ose patate me 50 lekë të reja. Në territorin e Divjakës dhe Lushnjës ushtrojnë aktivitetin 27 pika grumbullimi, të cilat aktualisht merren vetëm me eksportin e këtyre kulturave, ndërsa me perime të tjera si domatia, trangulli, speci, patlıxhani punohet me tregun vendas ku prodhimi tërhiqet nga tregtarët direkt nga fermeri. Por se kaq. Sot me kamerën tonë ne pam se çmimet për eksport janë pothuajse të njëjta me ato të çmimit vendas. Autorët e vrasjes së 20 vjeçarit Grebi Huci në 11 mars të vitit 2024 në qendër të qytetit të Fierit u dënuan nga gjykata. Florian Muka me 12 vjet burg, kurse i mituri KM me 1 vit burg. Ka përfunduar seanca gjyqësore, duke u dhënë vendimi për autorët e vrasjes së 20 vjeçarit Grebi Huci në 11 mars të vitit 2024 në qendër të qytetit të Fierit. Janë paraqitur të gjitha palët pasi është dhënë edhe vendimi. Sipas burimeve zyrtare nga gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit Fier, seanca gjyqësore zhvilluar nën masa të rrepta sigurie. Trupi gjykues përbëhej nga kryetar Genci Busho dhe antar Vladimir Ciapi dhe Elira Hroni. Prokurori i çështjes ka qenë Petrit Vukaj, ndërsa 2 autorët e akuzuar për vrasje mbroheshin nga avokati Ervis Goxhaj. Pasi u lexuan faktet në dosje dhe dëshmitë e dhëna në prokurori, Petrit Vukaj ka kërkuar shpalljen fajtor të akuzuarve, ku për Florian Mukën ka kërkuar 25 vjet burg dhe për të miturin KM kushuriri Florianit 12 vjet burg. Mbrojtja nga ana e saj e përfaqësuar nga avokat Ervis Goxhaj ka pohuar para trupit gjykues se Floriani ka pranuar vrasjen, por ka thënë se e ka kryer në kushtet e vetëmbrojtjes, ndërsa i mituri KM, 16 vjeç, vëllai i autorit të ngjarjes, ka pohuar se i ka qenë prezent kur ka ndodhur sherrri dhe është kryer vrasja, por vetë nuk ka kryer asnjë veprim. 2 të akuzuarit kanë kërkuar falje dhe kanë shprehur pendes për veprimet e kryera. Akuza ishte vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim. Sipas nenit 78 fraksion 1, për Florian Mukën u kërkua 25 vjet burg, por meqense e ka pranuar vrasjen dhe ka kërkuar falje, u dënua me 12 vjet burg në bazë të nenit 76. Për të miturin 12 vjet, por për moskallëzim krimi u dënua me 1 vit burg, gjë që e ka kryer në paraburgim dhe është lënë i lirë. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk mirupafshim.